Mungesa e këtij organi të kujdestarisë në praktikë shkakton jashtëzakonisht probleme. Fillimisht mund të themi që problemet e para që ne hasim në mungesë të këtij organi të kujdestarisë janë zvarritjet e procedurave, vlerësimi jo i drejtë i situatave, mandej mungesa e ekspertëve të cilët duhet me u marrë me raste specifike, sepse çështjet familjare janë në natyra sociale jashtëzakonisht të posaçme, për shkak se nuk kemi të bëjmë vetëm me palë madhore apo me palë ndërgjyqëse madhore që përfshihen në proces gjyqësor, aty janë të përfshirë fëmijët. Prandaj edhe ligji për familje dhe ligji që i përmenda më herët janë koncentruar dhe kanë potencu ekskluzivisht që me këto punë duhet me u marrë organi kujdestarisë. Sipas saj, më shumë probleme shkakton tek rastet të cilat kalojnë nëpër procedura divorcesh, besimi i fëmijëve e sidomos pëlqimet për udhëtime jashtë vendit ose nxjerrje e dokumenteve zyrtare të udhëtimit, kur njëri prind refuzon të bashkëpunojë në këto drejtime. Shembull konkret mund të jetë pëlqimi, që nënkupton pëlqimin e prindit tjetër për udhëtime apo për nxjerrjen e dokumentave zyrtare. Në rastet kur prindi, i cili nuk e ka kujdestarin, refuzon të japë këtë pëlqim, prindi tjetër në pamundësi që vetë të realizoj qëllimet e tij, qoftë dokumentet zyrtare apo udhëtimet jashtë vendit, detyrohet që një kërkesë të tillë ta bëjë në qendrën për punë sociale. Tani sipas ligjit për familje, ligjit për shërbime sociale dhe familjare, obligim për me lëshu këtë pëlqim është organi kujdestarisë. Në mungesë të këtij organi, Qendra për Punë Sociale refuzon ta lëshojë pëlqimin, duke u thirrur në mungesë të kompetencës. Megjithatë, Blerim Shabani nga QPS e mohon këtë gjë. Pëlqimi, thaj nuk ju ka dhënë pëlqimi. Vetë përgjigja që ju ka dhënë prej Qendrës për Punë Sociale në këtë rast është që ajo forma shkresa zyrtare që lëshohet prej si organi kujdestarisë, si formë që është ofruar shërbim palës. Por për të marrë këtë lloj pëlqimi, palët presin me muaj të tërë. Majlinda Lecaj, që kur ka bërë kërkesën, menjëherë pas përmbarimit të vendimit të gjykatës, ka rreth 4 muaj që po pret t'i pajisë fëmijët me dokumente udhëtimi që të rikthehet në Gjermani bashkë me ta. Megjithatë, nuk i ka humbur shpresat. Edhe le të ma vanojnë sa dojnë pëlqimin, po unë s'ku më nalë kur. Deri ta marrë që ato ndore, ti marrë fëmin e ti qaj atje për një jetë më të mirë. Edhe s'ku më nalë kur. Nuk ju më nalë, as s'ku më nalë.